Po dojnë na kandidatin juaj për president. Atëherë mori të këja dhe nuk hinë marrëveshje me vetëvendosjen, i hanë fjalët e veta që i ka thonë. Domethënë është absurd të kamas me bu. Nëse ja ofron vetëvendosja, edhe nuk është larg maçi hipotezën e fundit të posto. LDK nëse e refuzon. Sa ka? Okej. Marrëveshje LDK vetëvendosje mund bëhet kjo krenar? Hajde ta elaborojmë. Absolutisht mund të bëhet, sepse unë e kom propozuar edhe në zgjedhjet e shkurtit kur ka qenë, me pas qenë këta të mëshëm, i kishin evitu zgjedhjet sot vetëvendosja nuk është 51%, LDK-ja do të konsolidohej shumë, Lumiri do të ishte president, Vjosa do të kthej kryetare, këta do të ishin qeveri tash, po tash çështu. Nuk më kanë ngu. Edhe unë kom po status shtu publik. Më kanë ngu, asë më kanë ngu, si do që tjetë, po këta kanë kalkulu ndryshe, ju ka dalë, që ka dalë, tash prap, gjasat janë të vogla që kanë me ngu, edhe po menojnë tash të që na veç me koalicion, po njerëzit nuk po dojnë koalicion. 51% ja kanë dhënë. Koalicion, presidentin veç. nuk ka lyp koalicion, kanë lyp marrëveshje politike. Zoti Krajinca po thotë. Na e marrim presidentin plus koalicion. Ashtu koalicion, ashtu. Nëse dëni me qëvërin zgjedhje çashtu e çani. Si të lyp koalicion aty s'ka aty koalicion. Nuk po dojnë qytetarët, edhe që të mandat s'po dojnë koalicion, në ashtë zgjedhjet të ashme dojnë. Në shkurt vitit kalum dashtën koalicion, ju se pranut, tash të me thonë, hajde po dojnë a koalicion me 51%, unë besoj që u vetë vrasje për juve. Edhe menë se spret Zoti Kurti, ju me dalën që si pozicioni. Ku mu kun Zoti Kurti, ndoshta që po thot Artoni, në fund, kartën e fundit, thot, Lumirin për propozoj president. Kjo kishte me qenë mrekulli, unë se besoj që ndohë kjo, po mrekulli kishte pas të qenë me ndohë kjo. Këta paramenu me thonë jo këta, i shkatron. Jo, s'ka arsye me thonë jo, masa ne kur të e presidentin. Zoti Krajinca po thotë që kanë me thonë jo. Po vjen në pikën e parë në fillim të debatit kur unë thash se